Si shpjeguar në videon paraardhëse për çeljen e llogarisë analitike pra për furnitor, ishte e njëjtë edhe për kreditor, do të shpjegojmë tani çeljen e gjendjeve të klientëve, pra të llogarisë analitike klientë, dhe për këtë kalojmë tek faqja e linkjeve, tek krahu i djathtë, pra ku gjenden të analizuara pasyrat analitike, dhe shikojmë paraqitet lista analitike e klientëve. Për momentin ne nuk kemi, supozojmë që detyrimet e klientëve me 30 dhjetor të vitit të paraardhës shërbejnë si çelje për vitin ushtrimor për datën 1 janar, dhe ne konkretisht do t'i hedhim me radhë. Supozojmë që kemi 3 klienti A për 240.000 lek, klienti B për 80.000 lek dhe klienti C për 25.000 lek. Këtë gjendje do të shikojmë që automatikisht paraqiten në ditarin e shitjeve. Pra tek shitjet do kemi klientët, lista e klientëve janë paraqitur, pra në rastet që ne do bëjmë shitje përsëri dhe po për këta klient ne do të mjafton të zgjedhim pra klientin për cilin ne i presim faturën, dhe gjithashtu për çdo klient të ri ne tek tabelat që shpjegova, tabela paraardhëse, shtojmë fillimisht çdo klient të ri dhe automatikisht shfaqen në ditarin e shitjeve, dhe jo vetëm, por edhe në ditarin e arkës arktime, sepse klientët ju dini që ne mund t'i arktojmë edhe me ark edhe me bank, e kontrollojmë janë të shfaqur pra të gjithë ato klientë që na kanë detyrime, po kështu edhe tek ditari i bankës arktime, tek kolona e klientëve paraqiten të gjitha pra ato klientë që kanë detyrime.